ju fut botës së televizionit në moshë shumë të re. Prezentoi edhe disa evenimente dhe spektakle të ndryshme në Shqipëri, por më shumë po e gjen veten në modë. Ajo së fundmi ka hapur edhe dyqanin e saj me marka të ndryshme në Tiranë, e ndër të tjera në materialin e përgatitur enkas për të, Armina Mevlani na flet edhe për lidhjen e saj me Shkëlzem Berishën. Si po ecën dashuria përkundër shkrimeve të shumta, na tregon më së miri ajo vetë. Ndërto ishte Dancing with the Stars. Kjo bëri që Armina ta prekte nga afër televizionin, ani pse më parë kishte prezantuar edhe këngën magjike e festivale të tjera. Jam shkëputur jo krejt rastësisht, jam shkëputur sepse unë e gjej më shumë veten time tek pjesa e modës dhe tek pjesa e medias, pra tek pjesa e medias jo vizive, saq është më shumë media e shkruar, le të themi, ose krijimi i fotografive. Dhe mua më pëlqen shumë të krijoj. Dhe jo më kot është dhe një dyqan në stilin pop. Sepse unë kam gjerë dhe foto të tjera që i kam postuar në blogun tim me veshjet dhe me lookun Dolce & Gabbana,
prap ajo përzgjat si fotoja më e pëlqyer. Dhe tani ajo që më bën të ndihem akoma dhe më e lumtur është sepse në faqen Dolce Gabbanas, jo të Stefanos, të Dolce Gabbanas është fotoja më e pëlqyer. Puna dhe mundi i Arminës gjithmonë u shpërblye me suksese, që i dhan kuptim jetës së saj, e cila edhe më shumë u zbukurua në momentin kur afër vetës pati njeriun e zemrës. Gjithmonë ndërroja për gjeti personin ideal, ashtu siç unë e kisha imagjinuar dhe kur e kam parë atë, më shfiksuar, pavarësisht se nuk njiheshim dhe shumë kohë më pas, jemi takuar krejt rastësisht në një tavolinë me miq të përbashkët, ku aty jemi njohur dhe gjithçka ka ardhur shumë graduale. Armina dhe Shkëlzeni janë në lidhje dashurie prej 3 viteve. Ata aktualisht bashkëjetojnë, derisa martesa mbetet pjesë e planit të së ardhmës. Dashuria e tyre tashmë ka marrë formë dhe nuk ndikohet nga asgjë përreth, madje as nga disa lajme, të cilat do të mund ta ngacmonin lidhjen. Nuk kam arsye pse t'i pres keq ose mirë lajmet, sepse lajmet janë lajme, ndërkohë që jeta ime është jeta ime dhe unë nuk kam se merrem për shembull me të shkuarën e personit me cilin unë jam, ashtu siç ai nuk do donte të merresh me të shkuarën time. Ne tani merremi vetëm me të ardhmen tonë, dhe e rëndësishme e një çifti është e ardhmja. Armina Mevlani është e kënaqur me gjithçka i solli jeta dhe për ditë po mbush biografinë e saj me suksese të njëpasnjëshme.